Deri pak vite më parë, emri i Esat Likajt ishte pothuajse i panjohur. Sot ai është një nga figurat më të përfolura në industrinë e pasurive të paluajtshme në Zvicër, në zyrën e tij në Bahnhofstrasse, në zemër të Zürichut, sipërmarrësi rrëfense si ndërtoi një grup kombëtar imobiliar, duke nisur me vetëm 8.000 franka zvicerane kapital fillestar. Çfarë planesh ka për të ardhmen dhe çfarë dëshiron të lërë pas? Zürich, Bahnhofstrasse, para ditë vonë, jashtë dritarëve kalojnë tramvajet, bankierët nxitojnë drejt Parade Placit, ndërsa turistët ndalojnë para vitrinave luksoze. Brenda zyrës së Lika Group, Esat Likaj rrallë herë qëndron ulur, herë i përkulur mbi një plan ndërtimi në Zvicrën qendrore, herë para një ekrani interaktiv ku shënon shifra dhe skicon plan e banimi. Portofoli i grupit të tij nuk është vetëm i gjerë dhe i larmishëm, është në lëvizje të vazhdueshme. Këtu tashmë po ndërtojmë, thot ai duke treguar një fotografi. Këtu jemi në pritje të lejes, këtu jemi në bisedime të avancuara. Ulet për pak qaste, vetëm për të ngritur sërish sapo i vjen në mendje një tjetër shembull. Likaj nuk është një emër i vjetër i industrisë. Sipërmarrësi me origjinë nga Kosova u shfaq në skenën imobiliare zvicerane vetëm pak vite më parë dhe brenda një kohe të shkurtër arriti të bëjë emër. Për rreth 10 vjet ai ka shndërruar një kompani të thjeshtë skelash në një platformë të integruar imobiliare, aktive sot në të gjithë Zvicrën. Lika Group zhvillon, ndërton dhe menaxhon projekte banimi në Midland, apartamente për qëndrime afatgjata, prona luksoze në liçenin e Zürichut, ndërtesa komerciale pranë aeroportit të Zürichut si dhe resorte e projekte hotelerie në Davos dhe Engadin. Në vitet e fundit, kompania ka realizuar mbi 80 projekte me më shumë se 200 ndërtesa të shpërndara në mbi 10 kantone. Lika i përfaqëson një prirje më të gjerë, një brez zhvilluesish privat që nisi në segmente më të vogla si banesat në Midland dhe gradualisht hyn në projekte ku flitet për 10 miliona franka. Procese lejesh që zgjasin me vite dhe toka politikisht të ndjeshme. Mundësit janë të qarta: rritje e popullsisë, kërkesë e vazhdueshme për banim dhe kapital që derdhet në pasuri të paluajtshme. Nuk është rastësi që tregu imobiliar zviceran ka shënuar një rritje të qëndrueshme prej vitesh, me norma vjetore në përqindje të ulta njëshifrore, siç tregojnë edhe analizat e UBS, por rreziqet janë paq reale, çmime shumë të larta të tokës dhe faza planifikimi e lejesh që mund të zgjasin me vite dhe ta çojë një kompani të re në kufit e mbijetesës. Lika i ka mësuar ta pranojë këtë logjik dhe të kthejë vështirësitë në avantazh përmes këmbguljes dhe aftësisë. Të synosh suksesin është shumë e rëndësishme për mua, thot ai. Kam bler parcela në vende që dukeshin të pamundura dhe i kam rinovuar me shumë përkushtim. Megjithatë, pavarësisht suksesit, ai nuk ka ndërmend të gadalsoj. Synimi është ambicioz, një ditë të kaloj pragun e 1 miliard frankave, por mbi të gjitha, ai dëshiron të jap diçka mbrapsht. Jam jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Zvicrës për gjithçka që më ka mundsuar, shprehet Likaj. Historia e tij nuk nis në Zürich, por në Kosovë. Në vitet 50 gjyshi i tij themeloi një biznes të lëndës drustore. Pas luftës së Kosovës, babai dhe xhaxhallarët e rindërtuan kompaninë. Pikërisht aty Esat i ri mësoi bazat e tregtisë, marzheve dhe sipërmarrjes. Pas një diplomë bachelor në menaxhim dhe teknologji informacioni në Prishtinë, ai vazhdoi me një diplomë në gjuhën angleze në American University në Bullgari dhe më pas përfundoi masterin në International Marketing and Management në University of East London. Gjatë atyre viteve udhëton shpesh drejt Zvicrës ku njeh dhe bashkëshorten e tij të ardhshme. Pas studimeve vendoset përfundimisht në Zvicër, por përballet me vështirësi, nuk arrin të gjejë një punë të përshtatshme. Nga nevoja themelon një kompani skelash në Zug. Lika AL, një hyrje klasike në industrinë e ndërtimit, larg zhvillimit imobiliar dhe financimit. Në vitin 2013 ndodh kthesa e madhe. Lika i pëson një aksident të rënd në punë. Rikuperimi zgjat dhe i ndryshon perspektivën. Pikërisht atëherë lindi ideja për të futur në zhvillimin e pasurive të paluajtshme. Pronën time të parë bleva në vitin 2014 në Shoftland, në kantonin Aargau, thot ai. Në atë kohë kishim vetëm rreth 8.000 franka kapital. Nuk ishte një pronë prestigjioze, por një marrëveshje e vogël në periferi të Midland, e kombinuar me një parcel në Oberentfelden. Prona blihet, rinovohet dhe rishitet. Për Likaj ishte më shumë një test se sa një moment emocional. Të nisesh i vogël, të krijosh vlerë dhe të shesësh e të riinvestosh. Blerjet e tjera pasuan në vitet 2015 dhe 2016. Së bashku me një partner biznesi ai bleu toka, rinovoi prona dhe kuptoi se sa shumë vlerë krijohet përmes cilësisë dhe shpejtësisë së ekzekutimit. Në këtë fazë Likaj filloi të bashkojë shërbimet, skela, shërbime ndërtimi, rinovime dhe më pas zhvillim të brendshëm. Qëllimi i tij ishte të mbante brenda grupit sa më shumë mallka të zinxhirit të vlerës, që përndryshe do të shkonin si tarifa tek palë të treta. Suksesi i parë i madh erdhi në vitin 2017 me blerjen në Ankant të një ish kompleksi industrial
një pronë me përdorim të përzierë që kombinonte hapësira fabrike, zyra dhe banimi për 2.6 milion franga. Brenda 8 muajsh kompleksi u rinovua dhe u ripozicionuar. Për Likajn ky projekt konfirmoi qasjen e tij. Shpejtësia nuk do të thotë domosdoshmërisht kompromis në cilësi, nëse planifikimi, financimi dhe zbatimi janë të menaxhuar ngushtë. Paralelisht u forcua edhe një shtyllë e dytë, zhvillimet rezidenciale në Midland. Në Argau, Lika Group zhvillon ndërtesa multifamiljare, si dhe një kompleks apartamentesh për qëndrime afatgjat në markën La Maison Suisse. Këto projekte kanë ndikim afatgjat, pasi krijojnë strehim për ata që udhëtojnë çdo ditë me Zyriut, Araut, Oltenit apo Badenit, në kërkim të alternativave më të përballueshme. Gradualisht, fokusi i tij u zhvendos. Nga Midlandi, Lika hyri në rajone ku parcelat janë të rralla dhe pritshmëritë shumë të larta. Në Goldak, në liçenin e Konstancës, po ndërtohen 24 apartamente direkt buzujt. Në Paradiso pranë Luganos po realizohet projekti Butterfly me apartamente moderne dhe hapësira komerciale, ndërsa në Celerina pranë San Moritz, në Engadin, planifikohet një ndërtesë banimi me 12 shtëpi të dyta ekskluzive. Një nga projektet më kërkuese ndodhet në Davos, në territorin e ish klinikës, po zhvillohet një projekt hotelerie me hotel, rezidenca, spa dhe qendër wellness i plotësuar me shtëpi të dyta. Davosi është shembulli tipik se sa gjatë mund të zgjasë sot marrja e lejeve të ndërtimit, thot Likaj. Në total flasim për 6 vite vetëm për të marrë lejen. Kapitali mbetet i bllokuar për një periudhë të gjatë dhe pa parashikueshmëria është e kufizuar. Për zhvilluesit e rinj kjo mund të jetë eksistenciale, nëse pret 4 ose 5 vjet për një leje dhe ndërkohë ndryshojnë normat e interesit ose tregu, mund të përfundosh shumë shpejt në faliment. Si përgjigje, Lika Group është ndërtuar gradualisht si një platformë që mbulon sa më shumë faza të ciklit imobiliar, nga zhvillimi dhe ndërtimi deri te menaxhimi i pronave. Paralelisht, grupi është aktiv edhe në zgjidhje energjetike dhe koncepte qëndrimi afatgjat përmes kompanive si New Green Energy dhe La Maison Suisse. Nëse i delegon të gjitha jashtë kohë dhe kontroll, thot Likaj, standardi im është të kemi gjithçka të strukturuar brenda që të lëvizim shpejt pa humbur cilësinë. Fokusi strategjik mbetet Zvicra gjermanfolse, me Ticino si treg të dytë dhe prioritetet të përzgjedhura në Zvicrën frankofone si treg të tretë. Emri Lika Group tashmë qarkullon gjerësisht në industri. Në prezantimet e kompanisë figurojnë bashkëpunime me emra të njohur të arkitekturës si Tila Theus, Marcus Hotz, Aebi & Vincent apo Kalfopoulos Arkitekten, si dhe me kompani konsulence si Deloitte. Lika i thot hapur se dëshiron të bëhet i pasur, por jo vetëm për vete. Nëse ndërton diçka nuk ka kuptim nëse përfiton vetëm ti, duhet të krijosh një sistem ku edhe të tjerët të mund të pasurohen. I pyetur pse po qëndron në Zvicër dhe pse profili i tij do të funksiononte edhe në Londër apo Dubai, ai përgjigjet pa hezitim, sepse Zvicra ofron një kombinim që rrallë gjend diku tjetër, stabilitet, kërkesë, kapital. Prej vitesh të gjithë thonë se tregu imobiliar do të shembet dhe megjithatë kërkesa vazhdon të rritet. Ai sheh paralele edhe kur flet për zgjerime të mundshme. SBA-ja, Londra dhe mbi të gjitha Emiratet e Bashkuara Arabe janë në listën e tij. Në disa aspekte Emiratet më kujtojnë Zvicrën, thot ai. Imigracioni fort, plane zhvillimi afatgjata, një vizion i qartë se çfarë duhet ndërtuar dhe sërish shumë thonë se tregu do të bjerë. Kur flet për rrugëtimin e tij, një fjali i kthehet shpesh: nëse qëndron në fshat, mbetesh në fshat. Nëse do të rritesh, duhet të largohesh prej tij. Është edhe një mesazh për ata që në industri që veprojnë në tregje të ngushta dhe hezitojnë të marrin hapa më të mëdhenj. Në fund të fundit unë jam një sipërmarrës, thot Likaj, dua të formësoj gjëra, jo thjesht i menaxhoj. Fjalia duket si një koment ansor, por përmbledh qartë pozicionin e tij. Ai është vetëm më pak si investitor klasik që shpërndan kapital dhe më shumë si zhvillues që ndryshon vende reale.